Kryeministri Edi Rama gjatë pjesëmarrjes në Forumin Evropian të Inovacionit dhe Sipërmarrjes Ruhr Summit në Gjermani ka folur edhe për protestat e zhvilluara në Tiranë, duke I konsideruar ato një mesazh të rëndësishëm për qeverinë e tij. E konsideroj një mesazh të rëndësishëm për mua dhe qeverisjen time, po mundohem ta dëgjoj me shumë kujdes, jo duke numëruar njerëzit, po duke u përpjekur të kuptoj shqetësimet. Qeveria e që resht të dëgjuari, resht të qeverisuri, ka pjesë të transformimit të Shqipërisë, sepse kemi jetuar në një kohë që protestat nuk lejoheshin, edhe erdhën në një periudhë kur protestat u bën të rrezikshme. Në të njëjtin bulevard ku flamingot festojnë lirin, ishte njerëz që u vran, protestues që humbën jetën, jo shumë kohë më parë. Rama theksoi se kjo dukuri nuk është vetëm shqiptare, por një fenomen që po shihet edhe në vende të tjera europiane, ku rrjetet sociale dhe algoritmet sipas tij mund të përforcojnë indinjatën dhe të deformojnë debatin publik. Ajo që dua të them është që pasi gjithë kësaj të mire erdhi e keqja, erdhi modeli I biznesit, protesta hyri në makinerinë e amplifikimit të algoritmik dhe protesta u shndrua në arenën e aktorëve dashakeqës. Kjo është e shëmtuar, jo protesta, jo I qytetarët, por shtrembërimi I realitetit dhe kjo nuk është një histori vetëm shqiptare. Algoritmi nuk ka nevojë të shtyp përmes një policie sekrete, apo duke rrahur njerëzit në rrugë, apo duke mbajtur të burgosur politik, por mbyt gjithçka tjetër përveç indinjatës. Kjo është ajo që shihni ju në Gjermani dhe në Europë. Në fjalën e tij, kryeministri u ndal dhe te roli I inteligjencës artificiale në administrat, duke thënë se qeveria shqiptare po e përdor teknologjinë për të rikonceptuar proceset vendimarrëse dhe për të ulur hapësirat e korrupsionit, veçanërisht në prokurimet publike. Ne nuk e sodhëm inteligjencën artificiale në qeveri për të zvendësuar njerëzit, por për të rikonceptuar një prej vendeve ku qeverisja demokratike është më e cënueshme. I bën vetes një pyetje, çfarë do të ndodhë nëse AI do të bëhej partner inteligjente gjatë procesit të prokurimit publik, dhe sot po ndërtojmë pikërisht këtë gjë. Dhe ëndra ime është që ta finalizojmë dhe pastaj t'ia shesim Gjermanisë, po sepse pas 35 vitesh që Gjermania na gozhdon që duhet të luftojmë korrupsionin, do ishte fantastike nëse do të kontribonim që gjermanët të luftonin edhe ata ca nga korrupsioni I tyre.